diçka tjetër dhe do të flasim për protestën e sindikatës së Kekut. Sot mbinimi punëtor të Kekut ka ndalë në protest para zyrës së Kekut në Prishtinë për kërkuar atë që u takon me të drejtë pa ngritjen e pagave, pagën e 13 dhe nivelizimin e pagave për punëtorit e sigurimit fizik. Për në mes një lidhje direkte e kemi në gjatë Lumnicën. Zotri Lumnica, nëse po më dëgjon, mirë se vini në Kosova Live. Mirë se i gjë, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Me thamë edhe ne që sot 1000 punëtor pra janë paraqitur para objektit të Kekut për të kërkuar për të drejtat e tyre. Cila protestë është kjo? Sepse e di që keni pas shumë protesta kohëve të fundit dhe ende nuk janë përmbushur këto kërkesa që po i kërkoni vazhdimisht. Po, sa është se kemi protestuar asnjëherë nuk është përmbus kërkesa e 100% që kemi pasur. Edhe kësaj radhe është dashur patjetër të bëjmë një protestë edhe pse kemi pasur një premtim në korrekt që në fund të vitit do të kemi një benefician apo një ngritje të pagave, po kjo nuk ndodhi. Edhe pse ne deri vonë kemi negociuar, sikur do ishin vështirë mundësinë e aktivitetit sindikal, mobilizimit për protestë, ne kemi të mobilizuar dhe protestat që janë e mirë, ashtu si që kemi mendu, ashtu si që kemi dakordhu protestën, sa njerëz me kanë, e platforme jo me ndalë prodhimin. Kërkesa jonë ka qenë për ngritjet paga normalisht, janë ngrit pagat në gjithë sektorin publik, po jo edhe në korporatën energjetike të Kosovës. Është premtu pagë 13 për sektorin publik, po jo edhe për korporatën energjetike të Kosovës. Në kohëve të fundit e kemi kthyr Departamentin e Sigurisë Fizike në Kek, ku ka qenë sektor privat, dhe këti operatori ekonomik ku e ka dhënë 2.700.000 euro, ndërsa punëtorëve që i ka kthyr në Kek, po ja vjep rreth 1.800.000 euro, që është diskriminim, pra kanë paga nën pagën minimale që tash është premtu, pra paga e tyre është 400 euro. Dhe për këto arsye ne sot kemi protestuar dhe protestat nuk do të ndalen në rast se nuk ka reflektim pozitiv. Po, zotri Lumnica, gjatë kësaj proteste, doli dikush t'ju takoj, patët mundësi të bisedoni me dikë, apo nuk pati ndonjë interes që t'i takojnë punëtorët? Jo, ata kanë ikur dika, kanë qenë në KTVB, sigurisht se kanë dashur me gjetë arsye që mos ballafaqohen me kërkesën e punëtorëve. Nëse nuk gaboj, kështu ka ndodhur edhe herën e kalume. Madje është tentuar që edhe punëtorët të angazhohen me punë që mos të kenë mundësi dalin protesta. Pikërisht këto zona i bëjnë në vazhdimsi, me qëllim që protestat të jenë më të manka, megjithatë punëtorët janë të vendosur të kërkojnë ngritje të pagave, sepse paga në treg është shumë e lartë të punëtorëve të Kekut, kuptohemi jo të sektorit publik edhe të zonave tjera, po të regun krahasimisht me punën që bëjnë punëtorët e Kekut. Pra në sektorin privat kemi një shembull konkret, po një vulkanizeri ka 1.200 euro pagë, ndërsa një vulkanizer në Kek i ka 720 euro pagë, thotë që është një diskriminim në pagë, është një pagë jo mjaftueshme për të mbajtur familje, është një pagë që ka mbet vetëm shifra, sepse inflacioni është shumë i lartë, dhe tregu i punës më ka ndryshuar. Po, zotri Lumnica, nëse na lejohet që të bëjmë një rikujtim, e keni thënë, besoj se keni problem. Sa është paga e tanishme? Po, paga mesatare e tanishme është 787 euro, në paga bazë po flasëm. Po ato nuk ka diferenca të mëdha mes pagës e inxhinierëve dhe të punëtorit. Kurse një inxhinier ka 869 euro, një kryeshef ka 4.000 euro, kjo është një diferencë e jashtëzakonshme. Dhe për këtë arsye unë mendoj që kryeshefi dhe të gjithë stafi menaxhues që kanë diferenca pas të mëdha në paga, ata dojnë me shkel të drejtën e punëtorëve me qëllim që
se kanë financa e jo investim. Ata konsiderojnë se kanë bëjë investim gjatë këtij viti, gjatë që edhe ne e kemi bërë, mirë po në realitet du të bëhet edhe në investim në kuadra e në punëtor, me qëllim që mos ikun nga vendi i punës. Dhe korporatën energjetike të Kosovës janë punësu shumë të ri. Mirë po në një farë forme ata kanë fillu edhe me që rezultati pagave të ullit për të i kanë këtë. Merrni parasysh se në korporatën energjetike të Kosovës kemi dikon rreth 10% të stafit se vdesin nga smundjet profesionale që ne dyshojmë të marrin gjatë procesit e punës. Është një rrezikshmëri e lartë, nuk është një punë e zakonshme si për tjerë, po është një diçka e jashtëzakonshme. Ne jemi duke bërë edhe akt patriotik në këtë rast, për arsye se edhe papajisje personale mbrojtëse, edhe duke rrezikuar vetën e jetën e punëtorit, jemi duke prodhuar. Ama teknika, teknologjia në kek është shumë e përgjithshme dhe rrezikohet e sfidohet punëtori edhe pa pajisje personale të punëtorit. Është shumë e vërtetë zotëri Lumnisa, sepse edhe kjo studio gjithmonë ka qenë e hapur edhe për punëtorët, që her pas here të flasim edhe për ato sfidat ditore që i ka në vendin e punës, dhe kemi pa që shumë prej tyre dhe detyrohen ta lënë punën për shkak të problemeve shëndetësore që shfaqen pikërisht nga ato kushte në të cilat punojnë. Ne urojmë shumë që këto kërkesa të juaja të merren parasysh edhe të zgjidhen, por pyetja është që me që sot nuk keni pas një komunikim, do të vazhdoni me protesta? Apo cilat janë hapa që do të ndërmerrni? Ne do të presim për një kohë, po jo kohë të gjatë, mënyrë që të reflektojnë pozitivisht, për ndryshe ne do të vazhdojmë me aktivitetet sindikale dhe do të veprojmë sipas statutit, do të ndryshojmë protest, nuk do të ketë më protestat e qeta, sepse edhe ne jemi lodhë të bëjmë protestat e qeta, edhe neve në ka humbë durimi në këtë kontest dhe do të jenë pak më ndryshme. E qartë. Zotri Lumnica, ju falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Falenderoj.